Thashti, kaloi dita, iku një dit nga humbja me Serbin. Ne humbëm me Serbin, por unë nuk qaj humbjen. Pse humbëm me Serbin? Se Serbia ka ardhur në Shqipëri, skuadra që shkon në fushën kundërshtare, shkon me 0 pikë. Kurse skuadra që hyn në fushën e vet, hyn me 3 pikë në xhep. Është algoritme që loja ka 3 pikë, edhe 3 pikët, në qoftë se skuadrat janë të barabarta, i takojnë skuadrës që luan fushën e vet. Serbia ka ardhur në Shqipëri, na i ka heq neve 2 pikë, ne kena hyrë me 3 pikë në fushë. Na i ka heq 2 pikë, na ka çu poshtë, po edhe na ka marrë 1 pikë, ka hik me 1 pikë. Kështu që në fushë, Serbia fitoi. Unë nuk qaj këta, se kush luan më mirë, do të fitoj edhe është futboll. Aty nuk po bëjmë luftë, as me shliru Kosovën, që është e shlirume, as me i shit të analik dikujt, ne po luajmë futboll me normat ndërkombëtare të futbollit, ku pritet çdo lloj skuadre. Edhe unë nuk e qaj ata, se do humbin. Nuk kemi arsye pse na vjen keq, dum fitore, por vjen në rrafin në shtëpinë tona, po është ndeshje futbolli. Nuk e qaj këta. Unë as nuk qaj, më vjen keq, po jo të qaj se humbi një lojtar penaltin. Mund të humte për shembull penaltin Mitaj, ose Hyse që ka bërë një lojë jashtëzakonisht mirë, që ka qenë, nuk mund të thush nga më të mirë, se të gjithë mirë kanë luajt. Nuk kanë luajt keq përveç Manojt. Nuk mund të humte edhe Hyse, edhe Mitaj, edhe Gjimshiti, që kanë luajt jashtëzakonisht mirë, edhe Hoxha. Edhe nuk do të ankoheshim, po kur e humb një lojtar, që gjatë gjithë lojës nuk ka mund të kap një top, që nuk e ndoqi për shembull pasin e Brojes, kur çau atje që mund si rrothe ka ça Broja, edhe shkoi dhe e qiti topin aty me një pozicion jashtëzakonisht vështirë. Gadi edhe e ktheu tamam si lojë në Champions League, lojtarët e mëdhenj të botës, e ktheu direkt aty që duhet të ketë lojtarin e vet që e ndjek. Kush ishte pika e sulmit? Manoj, po si ishte askond Manoj që ta shtynte të topin. Edhe kur e humb një lojtar që nuk ka vend në fushë, që e kemi ditë që nuk mund të zoj vendin Dakut, as Zuni që luajti shumë më mirë se sa Manoj, gjithmonë ka luajtur më mirë se sa Manoj me kombëtaren, po të mos kishim ne Dak, Broje dhe Hoxh, natyrisht që ato do fustin. Unë kur kam morrëti dhe mbleth, ngaherë duke sikur shaj Manojn, por unë nuk shaj Manojn se Manoj, kur i bën thirrje kombi federata, shkon edhe lun. Ai nuk ka marrë koburët hy në fush, as Hyse nuk ka marrë mitralozin të futut në fush. Ato i fut në fush federata, edhe kur i fusin fushët ato hynë të japin më të mirën. Por unë shaj në qoftë se jo ky Silvinja, por federata e për formacionin, dhe Silvinja është kukull kjo, unë si tha s'kam një grusht i bi malit që nuk bëzon, dhe mi qeni. Pse? Sepse ne gjithë dim që formacioni i kombëtarës son është shpall në për gazetat tona që para 5 ditëve, kur askush në botë nuk mund të di, në qoftë se kur shifën vetëm duket sikur këtu kam të fryme, ndoshta nga që unë flen krahun e djathtë, në gjanë kjo faqe gjithmonë, më gjes të fryme. Për nejse ku të hynë punë kjo, po flas më vetën. Edhe një herë, në qoftë se informacioni i kombëtarës son shpallet nëpër mediat tona 4-5 ditë përpara, edhe është eksakt siç do të jetë megjithëmen kur ta shpall ky trajneri gjysmëora para lojës, kjo nuk tregon që është hamendje, kjo nuk tregon që është spekulim, kjo tregon që është diktim, është diktu
E ka ditë federata që kur nuk i intereson federatës që kush është në formacionin më të mirë, kush është në lojën më të mirë, ose që kanë plan trajneri. Ato e kanë caktu, ndryshe si do të dinin ato. Një javë para se Silvinja të shpallte formacionin, si do të dinin ato kush është formacioni. Këto janë ato si background, ato gjonët që du të përmbledh për para se dalën temë. Tash i dalim këtë tema, vëllezër e motra. Ne luajtëm futboll me një shtet që na urren neve për vdekje shqiptarëve, me Serbinë. Me një shtet që na ka bë të këqija të jashtëzakonisht të mëdha, po të mëdha na i ka bë Turqia që na ndau pjesë tona kur ishim me Turqinë edhe i dha Serbisë. Është e ditme. Shumë nga ato që vinë kryesisht nga Kosova të shohin ndeshjet kanë plagë në shpirt. Kanë njerëz që ju a kanë vrasë serbët, që ju a kanë therë fëmijët serbët, edhe kanë një urrëtie që kur nuk do të shërohet atyre. Por ne nuk do të harrojmë diçka, vëllezër e motra. Janë 11 lojtarë. Futbolli nuk janë ushtar lufte, që mund na urrejnë edhe për vdekje edhe këta nesër. Këto 11 lojtarë mund na vrasin nesër, ose na u shkëput një sekund. Janë 11 lojtarë që janë në dorën tonë, në garancinë tonë, në garancinë e shtetit tonë. Edhe ti bosh burracak kur ato vinë për të losë futboll, edhe ne të regojmë trimnin ndaj tyre. Bëhesh trim me 11 pa që quhet parmatos në shpintate. Ne nuk duhet të bëjmë këta se bëhemi më keq se serbët. Për shembull, në qoftë se e zejmë që Kosova ishte akoma nën Serbinë, e zejmë që Kosova nuk ishte e çliruar. Atëherë ne mund të kishim ndoshta të drejtën tonë, të protestonim, të disnim flamurin, si që bëjnë për shembull palestinezët që janë në këtë Izraelin. Por ne ja kemi mori Kosovën Serbisë. Ne këtu jemi të fitum. Është Kosova jona? E shqiptarëve të Kosovës? Patjetër është, ka qenë gjithmonë. Po besojnë serbët që është atyre? Patjetër besojnë. Se kanë kriju shtetin e tyre në Kosovë. Aty e kanë kriju shtetin e parë gjoja, si mas historisë. Kështu që ata që dhembin në këto momente, nuk do t'jenë shqiptarët, pavarësisht që ne kemi vujt prej shekujsh, pavarësisht që ne e kemi përshevën atje, po kështu e ka dhe Hungaria, Vojvodinën. Pra, natyrisht që Vojvodinësit ndoshta i kanë të drejtët barabarta me serbët atje dhe nuk e qajnë kokën hungarezët, e ndoshta shqiptarët e përshevës nuk e kanë. Por ajo që është kryesore është, serbët janë ata që duhet kenë vujtjen të ashtit të dhejmë për mrena, sepse u ka hi Kosovë që edhe besojnë që është e tyrja. Ne duhet jemi ballartë, ne duhet jemi krenar, ne nuk duhet qajmë, natyrisht që s'do të harrojmë gjakun atyre, do të na dhejmë shpirti për gjithë jetën, po ne kemi të fitume, ne jemi të fiturit, për arsye se Kosova është e shqiptarëve. Sot e shqiptarëve të Kosovës, për çdo lloj shqiptari kudo që jeton nëpër botë, mendon që është e jonja. Pavarësisht që unë s'kam pasaport kosovare, asaj nga Maqedonia, asaj nga Çamëria, po mjaft që shqiptarët e mi të Kosovës janë zot e vendit vet. Ne s'kemi pse qaj, ne s'kemi pse nkohemi, ne e kemi fitu, ne e kemi Kosovën, ne duhet bëhemi trima të mbrojmë Kosovën, të mbrojmë Mitrovicën, si që bën Albin Kurti, me çdo kusht, aty tërgoje trimnin ti shqiptar, qoftë nga Konespoli, qoftë nga Saranda, qoftë nga Mitrovica, që ne jemi një për të mbrojt Mitrovicën, që Mitrovica mos në ndahet. Këtu jam dakordën. Për shembull, Mitrovica është në territorin e Kosovës, është ndame, por administrativisht prapë është në Kosovë. Por në qoftë se ne kemi
mendimin që bota do të nëndajt një moj serbet, të dalim për këta, të protestojnë për këta, ku është vendi, kur luajmë futboll, unë jam dakord me këta. Jashtëzakonisht dakord. Por jo, për shembull edhe në qoftë se e zejmë këto sportdashësit patriot, se janë patriot, po patriotizmin e bëjnë pastaj e tregojnë në mënyrë e manifestojnë shumë keq. Për shembull, e zejmë që ne jemi të pakënaq që Serbia se ka njoft akoma Kosovën, edhe i bëjmë presion Tiranës dhe Prishtinës që mos ta njohin Serbinë. Pra, mos ta njohin përderisa ti nuk e njeh Kosovën, unë nuk e di nëse ka fuqi Tirana ta bëj këtë, po e zem që ne kërkojmë këtë, përderisa Kosova është shtet, edhe pjesë më e madhe e vendeve evropiane e ka njoh Kosovën dhe Kosova është shtet, po shtet shqiptarësh, ne si shteti tjetër, po shtet tjetër shqiptar, me qenë se ju Serbi nuk e njihni Kosovën, ne do të presim marrëdhëniet me ju. Edhe populli mund ngrihet në protesta për këtë, po jo ndeshjen e futbollit. Jam dakord. Edhe mund thotë që populli mund të kërkoj federatës që në qoftë se neve na bjen ndeshja me Serbinë, ne të mos losim me Serbinë, sepse nuk e njohim si shtet Serbinë. Nuk kemi marrëdhënie diplomatike përderisa nuk e njeh Kosovën. E kemi pas në këtë me Britaninë, edhe të përjashtojnë humët në tavolinë. Në qoftë se ju doni ta humim ndeshjen në tavolinë, dakord jam. Nuk kam kundërshtime. Mund të mbi keq pse ta humim ndeshjen, pse ta humim trapikshin, pse mos shkojmë në qoftë se kemi mundësi për shembull në për aktivitete ndërkombëtare, tregojmë më të mirën që kemi, edhe e rrisim e përmirësojmë imazhin. Unë nuk du që ne të bojkotojmë, por e zejmë që kërkojnë të bojkotojnë, në rregull jam. Por amo, kur nuk kemi bojkotu, kur ata do vinë me lujt, është shteti jon që duhet i garantoj ata që nuk janë të cënum as fizikisht, por as nuk janë të, si thonë, prit në një hostile environment, si thonë, prit në një atmosferë që emocionalisht është fyse, është pështruse. Ne nuk në takon këto ta pështrojmë, ne kemi për detyrë t'i mbrojmë, sepse kemi pranu të lozim për trapikshin. Ata aty kanë ardhë me bëjë futbol, duhet të bëjnë futbol në një teren atmosferik të paqshëm, nuk duhet fyë, nuk duhet senohen, ne nuk fymë kënd, ne fymë vetën tonë, edhe ne me vlezër e motra, e lartojmë vetën tonë, sikur thjeshtë me veshjet tona karakteristike që mahnit botën, ato vajzët e tona të mrekullueshme me ato kostumet tona popullore, si që vinë me qeleshen, si që vishin me të kuqe me shqiponjën, kur e veshim në flamurin kurqëzi, në gjithë stadiumin, kur ne i qesim display, si thonë, ekspozojmë ato kostumet tona popullore që janë që nga Pellazgjia, që si ka askush në botë. Ne të regojmë botës një gjë jashtëzakonisht madhe që bota e ka humbë, arranjët Pellazge. Ne s'kemi nevojë të qiremi si hiena, ne s'kemi nevojë të bëhemi burrocak, nezim ca lecka flamujshë të shkelim flamurin me kom, e të kapim ca shishe me ujë apo pa ujë t'i hodhim në fushë, tregohemi si rrugash në shtëpinë tonë. Ne këto na e ulin vlerën. Këto e rritën vlerën Serbisë, por ndajnë dhja i natë mua, edhe kur flasë kështu, dalin këj qika me sërbë së sërbi. Jo, janë ca gjestet e tona që ne nuk i kontrollojmë datë, sepse me të drejtë kemi një armik shëgullor Serbin, mi po ekspozojmë vetën tonë, nuk i bëjmë dëmë Serbëve, i bëjmë dëmë vetës sonë. Ato lartohen aty, kur çdo që e shef, jo shqiptarët, por të hujt në qo se shofin të ndeshje, në shofi që e kinë grënë rëves, në shpi dë vetë, gjuhë në shishe me ujë. Këj që ka i kombi shqiptarë që ne i qujmë kombi malë, se kemi ca legendë, ca maskrej, ca idiot, se kujten që bon trima, kur të nërsa qenin, aty ke shpia. Edhe kjo më vjen keq vlezër e motra. Më vjen keq se ne nuk po të tregojmë vlerat tona më të mire që ne mund t'i tregojmë. Edhe një herë,
të ngulitnin mendje ju në këto momente historike ku ne jetojmë. Ne jemi të fituar tashti. Ne kur vje puna me Serbin, për arsye se si ne që kemi të drejtën legjitime, autoktone, të përjetshme që kemi qenë aty, si ne shqiptarët, e mendojmë Kosovën tonë, po ashtu edhe serbët e mendojnë tyren që kur janë kriju se shtet. Shteti serb është kriju me gjithmend në mesjet, por ama shteti serb ka qenë gjithmonë i lidh me Kosovën. Kështu që ne kemi fitu në këta momente, ne duhet jemi ballartë, ato duhet jenë që të shajnë e të nkohen. Jo ne, që ne kemi fitu, more, ne duhet të mbrojmë Kosovën me çdo kusht, edhe që të mbrosh Kosovën ne duhet jemi të vetëdijshëm, që edhe sikur çdo shqiptar i Kosovës të jetë gati të vdes për Kosovën, të luftoj deri në pikën e fundit të gjakut. Ne duhet të kuptojmë që ne jemi shumë pak para botës slave, miliarde, nuk po i bën dot ballë një botë të tërë atje në Ukrainë. Duhet të kuptojmë sa kemi fuqinë tonë. Ne nuk mundemi të prishim me gjithë botën, të tërgohemi para Evropës që nuk kemi vlera evropiane që të na ndihmojnë në një konflikt të mundshëm, edhe të bëhen gjithnjë e më shumë slavët. Ne kemi nevojë për botën perëndimore, edhe pse nuk na du neve se shumica jonë janë bo musliman, edhe nuk na du neve se na kanë prish historinë dhe na kanë pasërdu historinë që të krijojnë shtetin grek, edhe kanë shkatruar çdo gjë që ka qenë e lirë pellazke, e kanë falsifiku qashtë e këtij shtetit poshtë grek. Por tashti kjo është historia. Ne nuk guxojmë dot. Kjo mas që jemi, me këto fuqi ushtarake që kemi, ne nuk guxojmë dot që ta bëjmë edhe botën perëndimore gjithnjë më armike, sepse kur tregojmë vlera të tilla, nuk na i fal kush. Ata e falin vetvetes. Ata mund bëjnë huliganizme më të mëdha, po s'ka nevojë për ndihmën tonë. Ne kemi nevojë për ata. Kemi nevojë për një lloj përkraje, një mbështetje, në qoftë se nesër Serbia më syn në Kosovë, do të luftojnë kosovarët? Natyrisht që do luftojnë, aq sa armë kemi, po mos të mburremi shumë se ne e pam kur s'ka armë, se ç'do bëjnë shqiptarët e Kosovës. Do ikin si çikën atëherë. Do ikin se do shpëtojnë fëmijët e vet, shkallaj thush të rish aty, po të rish për çfarë? Të diqesh, të vritesh, të përsollohesh, të therresh, të shofësh gruan, motrën, nënën ta çndërojnë ushtarët serb. Natyrisht që do ikesh dhe mirë bëjnë, por ama do ikim. Do na mbarohen ato municion. Do luftojmë dhe kur i kemi ato topa, ato çka ka sjell Albin Kurti apo qeveria me pashme, nuk e di kush e ka sjell. Do t'i marrojmë municionet, do t'i marrojmë ata. E zem hydhe Shqipëria në luftë, po hy gjithë bota shqiptare. Po jemi një hiç. Ushtrinë e Enver Hoxhës që e kishim, që mund të rezistonte diku, na i kanë shkatru këto maskare që na kanë ardhur. Ne falimentojmë shpejt para botës së madhe slave, neve na duhet perëndimi. Unë nuk mendoj që këta do vinë, por ne duhet të tregohemi ndryshe me serbët, po që se na prek për shevën, shqiptarët e Përshevës, apo të Sanxhakut, ku ka dalë kjo goca e mrekullueshme e mire, se si e ka kjo që po i mëson Shqipen shqiptarëve që e njohin veten si serb tashti. Po që se shkon Serbia, ti vrasit e pres këta, edhe këto që djegin flamujt, këto heronjë të tonë, këto që shkelin flamujnë serb leckan me kam, do shkojnë atje të morin armë me mbrojt Sanxhakun, fjallavje? Bravo qoftë, janë heroj, janë mbi dem jashar. Por në qoftë se do bëjnë trimni prap këtu, kur ata të therën e të pritën këta djekin flamuj, këto të janë ca legend, këta janë ca maskarej, që njëllosin krejt Dardanin e famshme dhe krejt kombin i lirë. Kombin i lirë që janë ne shqiptarët e në kanë botës. Por këta nuk jam unë. E përsaj për këtë dukës, desho them përsaj për këtë dukës, unë jam i sigurt që duka edhe çdo person i federatës e don fitoren. Nuk them që
janë armiqë dhe duan më shumë që të fitoj Serbia e mos fitoj Shqipëria. Nuk i them këto. Edhe kur i shaj unë vend që menon, unë nuk i shaj si persona, po të takoj e duket maskara, atë që më duket si duket ai, ata manë si ato anë dollakët. Unë prap do të kem qef të pi një kafe edhe me duken. Unë e di që janë shqiptarë dhe e duan Shqipërinë, por pesliqet që bëjnë janë të pafalshme. Se bëjnë, ata mendojnë që mëse do fitojmë, mëse Rejmanej është i mirë se lunë Turqia dhe që të birë. Unë nuk mendoj që këto janë zgjedhjet të trajnerit. Këto, për arsye se këto pisliqe bëhen gjithmonë, këto janë ato pisliqe dhe federatës, ndërhyrjet, miqësit, mos profesionalizmi, për shembull ti shef këto që shkruajnë për gazeta, edhe për brojen që ka qenë raketa jonë, e thonë që i mëroj motori, bile edhe ky idioti, ky pederasti, ky trajneri, e dim që broja të ka broja, nuk është lojtar që duhet heci kot, vrap, por kur merr topin, duhet ndizet shkëndije me një hershme që ndizet gjithmonë. Kur ti jep topin e sakt, edhe kur brojet ke topin nga njëna anë, edhe hoqët tjetë nga ana tjetër, atëhere duhet një poj shpejt si këta në mes fush që duhesh daku. Po ti kur e fut dakun, e ke heq brojen më maskara më qenë, edhe hoqën, kur e fut dakun, që nuk i ka lojtarët e shpejt, ka teknik, ka fantazist, Bajrami natyrisht, nga lojtarët më teknike me fantazist, por nuk ka të motor të brojes edhe të hoxhës kur duhet daku. Pra, ti e bjen në të dy rastet, e bjen ata makinaritë më të mira, si e thonë pjesët më të mira të Benzit, por i bashkan me një Ford Amerikan, koti. Edhe pastaj prapi heq me ti nuk e bone atë sulmin një herë taman që duhet, që kur të kesh hoxh nga një anë e broj nga një anë tjetër, të kesh një poshtë ose ta, që të ndjek topin mest, që ti ishe daku. Jo ma fut në daku në ti, kur i heq këto dy, që s'ka shboj daku, edhe i fut ata dy, anësh kur s'ka një në mes, që të ndjek topin, kur ata dy ishin motor në fush, hoxha dhe broja, nuk ishin njeri të ndjek topin, e nëzore topin aty. Broja, gadi, vetëm për ta prekomën, s'ka sa shmanej në fush, është atje, dëgjumoj dhe sa herë gjumon e hodhin si prasë në tokë. E u Rejmanën unë, jo, aq fuqi ka. Unë flasë me manin, për me në emrin e manit, se manin nuk ka hy me këbure në fush, për këto maskaret, se këta kanë bo formacionin 3 dit para se ta jepte të deklaron të formacionin Silvinja. Dhe thot që Silvinja s'ka kompetenca fare. Ashtë sa dhe leti si kukull, ta mënë si pederast i dukës. Pederast e shkumje pederasit maskaret se duhet të kenë autoritet. Në ke morë më zjedhlojen atë formacionin dhe letajet me le mu të bëj këta. Në qofse të ta bështi, bëj e ti ik, për duen paret maskaret. U pëlqen pare e maskareve. Edhe bën pazarliqet të tilla. Kjo është ajo që më shqetëson në vëllezër e motra. Që duhet i heqim këto pisliqe, kam problemu të nxjerrim atë Adem Jeshari dhe UÇK-n, figurët e UÇK-s, në qofse populli don, të nxjerrim të madh në stadium, por të paktën jo kur lozi me Serbin, për arsye se kur ti e nxjerr në stadiumin ta ti e krenar, ne ti jemi krenar me historinë tonë. Të nxjerrim sa herë loz për shembull Prishtina me Podujevën apo Partizani i janë me unë thamë Skënderbeu, ata i kanë ndryshuar emrat ato të skuadrat nuk e di. Të nxjerrim. Edhe kur lozim me Italinë me Gjermaninë, le të valvitet flamuri i Adem Jesharit UÇK. Braun e qot, po jo kur lozim me Serbinë, se kjo kalon si ngacmim. Kalon me ardhë, me të gërit se ty, për shembull, se vetëm ne bëjmë të vjen Ronaldo në Shqipëri dhe Polos, edhe dalin e bërtasin aty Messi, ku që kuptimi me tërgu që ne du Messi më shumë se Ronaldën. Kjo është një burrocaklik, një maskaralik, se s'ka lidhje, është gjo pa lidhje. Pra, kur los Serbia në Shqipëri, ata le ta bojnë, le të na fyjnë neve në Beograd, le ta djegën flamurin tonë që ne duhet protestojmë.
por ne mos bëjmë gjëra të tilla të vogla, edhe duhet madhemi për arsye se me Serbinë ne nuk e bëjmë për krenari. Ne e bëjmë për të ngacmuar, për të grëç plagët e vjetra. Edhe kjo nuk mban herë të mirë, na tregon Eva Boracak në fushë stadiumi, kur nuk do me lujt, mos luj, jepja fitoren tavolinë. Nuk kam probleme, unë vjen keq, nuk do të pranoj, nuk do të pajtohem, që të ngrihet federata dhe thot, ne nuk lozim me Serbinë, që se ka ndorë federatën që se kemi marrëdhënie diplomatike, por ju mund protestoni që të prishim marrëdhëniet me Serbinë, ju mund protestoni që ne mos bëjmë aktivitete sportive me Shqipërinë, për derisa ata nuk e kanë njoft Kosovën. Kur të njofi Kosovën, dakord, po edhe kur të njofi Kosovën më vëllezër e motra, plagët tona nuk do shërohen, se janë akoma të gjallë prindrit që kanë fëmijët që ua ka therë Serbi. Mi po, kur janë gjëra që do të kalohen, janë gjëra të dhimbshme, do të vujmë, do t'i marrim shpirt, por nuk mund t'i hapim këto të prezantojmë, se prezantojmë veten, është fatkeqësi e madhe. Ose mos prano të bësh ndeshje, mos hap ambasadë, mos e njeh si shtet Serbinë, me që do të kemi këtë urrejtjen tonë shekullore të çojmë për jetë të jetëve, por ama kur pranon, kur ata vinë aty, edhe sikur të vinë në prekazin e prekazi ishte, ku ishte Adem Jashari? Ishte nga prekazi, nga vendi që vetë prekazit? Duke se nga prekazi ishte, se unë haroj të shi. Edhe në prekazi kur të vinë të lozin, do të në dhejmë shpirti, do të kemi plag, por duhet jemi njerëz të civilizum, që nuk presim bes aty kur janë në mbrojtjen tonë, do të jenë në mbrojtjen e shtetit tonë. Ti po fyn shtetin tatë, policin tatë, si të paavt, jo Serbinë. Edhe njëherë, këto janë atë që mdhejme, po natyrisht që bota në qose gjykobi nga masët, nga populli, do të më quj budal, do të më quj armik, por ne nuk flasim për turmat, ne flasim për ato pak individ që kanë fuqim mbi turmat, sepse janë pak individ ato që udhëheqin turmat. Turmat, sitin është si a i zjarin pëll, nga të fryera, shkon a i zjarin pëll. Pra zjarë është të djeg, të shkatron për vëllon, por ama është era që jep dërtimin nga të qoj. Edhe era janë pak njërës, jo turma, se për shembull ta marrësh një qytet të civilizum. E marrin Parisin, jo Parisin e sotëm që është mush me halet më të ndytët e Afrikës, se njerëzit që ikin nga vendet e tyre, janë njerëzit e fundit, vrimët e fundit ka fallit bilen e vendet e tyre. Ai që është intelektual, edhe që është kap pak me biznis, ai rrin vendin e vet. Pra më falni për shprehjen, por shumica janë ata që kanë dështu në vendin e tyre. Ka Sami Gjoka këtu, se s'ka pas asgjë në Shqipëri. Edhe po të kishte ndoshta të besonte që kishte një mendje si Einsteini, nuk e përfill të kush, se po të kisha mundësi, të bëhesh unë Edi Rama apo Sali Berisha, apo Kastrati në Shqipëri, unë nuk vija në Amerikë. Jetoj atje në vendin tim, në mrekullinë e mrekullive, si kur vetëm hej, të thoja, e dini ju fjalën hej, na jemi përshtet me njëri tjetrin hej. Mi po e përkthejmë hello. Nuk e shohim që haj edhe hej është një të gjo. Është hej, e Shqipës kjo haj që të gjojmë. Së këshu janë përshnet pelazgët, iliret e shqiptare deri më sot. Nuk përshtetën tunë gjatë jeta, si e janë përshnet thjesht, hej! Kjo ka qenë ajo përshnetja jonë, që e kanë sot në ngisht folcit, edhe akome bila e përmeni, se unë përmendoja, për shqifja filmin në Robinson Crusoe, një dite, edhe dela edhe bërtet atje në një nga të variantët, se është po disa filma Robinson Crusoe. Kur vjen atë ishullin e braktis, a i fillon edhe thret më të madhe, hello, is anyone there? Edhe unë po mendoja, në qofë se do të më çonte mu në një anije, të përplasësh në një vend shkretir, një ishull diku i pas bulum, si do thrisja unë? A do thrisja, hello, is anyone there, anglisht?
Apo do thrisja, a ka njëri atje Shqip? Për arsye se do të mendoja që ata njerëz flasin një gjuhë që sa shtas Shqip as anglisht. Edhe për herë më erdhi ajo fjala në mendje e bukur Shqipe. Hej! Atë përtasim ne. Edhe nëse po kishim fjalën në qoftë se do merrni një qytet të mjaft civilizum, edhe advanced, si thonë, si Parisi dikurshëm, Parisi kur i zonjëve, i borëve, edhe sillnin këta mutrat e Afrikës, të halabgjit e Afrikës që Hollywoodi kërkon me çdo kusht të boj seksi, sa është misioni Hollywoodit, shkatroj racën e bardhë. Edhe jo, ka që ata femrat që rritën atë tralalat, e shofin aty në Hollywood, në për këngë, në për këta dhe i duket që qeka, edhe shkojnë me da halëgjit. Po nese, halëgjit e halëgjive, kanë ardhë në Paris. Po të bishë 10 për tyre, një qytet, çfarë ndodh vëllezër e motra? Civilizohen. Me njëherë, fillojnë të kulturohen, nuk shkelin për shembull ku ka bar në park, nuk e hedhin cigaren atje rrugës, po shkojnë aty të koshi, nuk e hedhin e hapin atë letrën e çokoladës në rrugë, po e majnë me dorë me kujdes siç bën tjerë dhe mirë, po të sjellësh sa gjysmë e Parisit, apo të sjellësh sa çka Parisi njerëz, ata jo vetëm që nuk bëhen civilizum, po e bëjnë Parisin duket hale me njëherë. Ku e kisha fjalën unë, e përmend Lon Lugut, çuni Bedriut, që e du shumë, e përmend gjithmonë këtë të Einsteinit, që thotë mos debata, e mos argumento, me turmë ignorante, se të munin, thotë me eksperiencën e jetës, këta me eksperiencë nuk e kuptoj, po të munin edhe të tërheqin poshtë vetja tyre. Edhe unë e kam fjalën që unë kur dalë flas këtu, unë e di që po bëhem armik, me shumicën e këtyre maskarenjëve që bëhen trima rrugëve. Edhe do më dënojnë mua ata, e në qoftë se jam rrugës të pështynë tjetëri. Unë se kam fuqin, ta fut në shpull një kalamo, se kam fuqin, por e ndjesë më dhem shpirti se di që jemi një kambi malë, se di që edhe këto që bëjnë këto, vinë nga një kambi malë, se këto që bëjnë këto e dunët dhe jo në dunë Kosovën, por po i bëjnë keq, edhe Kosovës edhe Shqipërisë, me këto qilimiliche, me këto burocakliche, edhe e morë këtë detyrë për sipër, duke ditë që do bëhem armik i masave, por që ndoshta gjonë dhe një tjetër, do të kemi kujdes, do të kemi shumë kujdes, sepse kemi një detyrë të madhe, kemi vim nga një carrën të hershme, që kemi qenë qytetërimi i botës, ne jemi të vetmet që ka shpëtu nga Atlantesi, janë i lirët, janë pelazgët. Në fakt pelazgët e shkatru në Atlantesin, për nga bota atlantike, ne s'kemi qenë, pelazgët nuk kanë qenë atje në ishullin, mund të ketë qenë Antarktida, mund të ketë qenë një ishull i mbyt, por po qese mundohesh të studiosh historinë, të pa filtruar nga këto maskaret që kanë deformu me qëllim, edhe thoti që ndërton Egjiptin, e përmend që vjen nga Atlantesi, thoti vetë është the, dio, gjitha janë fjalët shqipe, ai që thot i Perëndis, theologjia, Perëndia thënieve, Perëndia mençurisë, thoti ai që vjen s'ka rëndësi, por ne kemi jetu ndoshta jo pa qëllim. Po të marrësh sot në botë, habitet gjithë bota me DNA-n e shqiptarëve, me genin shqiptar, është krejtësisht ndryshme nga gjithë bota. Është unike, edhe është çudi në një vend që ka qenë i pushtuar me shekuj prej romakëve, gjaja, se ka qenë perëndori i lirë bizantini, edhe i pushtuar nga turqit, ka arrit, është i vetmi, nuk e kanë serbët, nuk e kanë bullgaret, që vinë nga Mongolia e turqit,
Nuk e kanë as italianët, as parizianët, as e kanë shqiptarët një DNA krejt veçantë. Këtë se thot Sami Gjoka, këtë thot shkenca. Pra është jo pa qëllim që ne kemi rezistu, kaq, po ne nuk kemi rezistu thjesht si gjaka dhe si, ne kemi arrit të rujmë thjesht ato veshjet që janë tërgoj një kulturë festive, jashtëzakonisht të avancume, e të lashtë, që ato po të tërgojnë, në jetë të thjesht plisin që e kanë gjithë perëndit e Olimpit, me plisin gjithë që kemi ne, jo vetëm plisin, po gjithë ato robot të çdo lloj treve shqiptare, janë aq të veçanta, aq të mrekullueshme, që sikur me këto t'i veshim ne, djemt e vajzët tona, qoftë në stadium në Shqipëri, qoftë ku shkojmë ndjekin kombëtaren jashtë, ne dal nga dal do të bëjmë botën të na shohin si yjet e këtij vendi, se kështu e kemi emrin, yllorët janë ilirët. Janë njerëzit që vinë nga qielli, yllorët. Ne jemi ato, pavarësisht që ndryshojnë ato të unonakut, yllorët, ilirët, edhe ato kanë qenë vetmët që ishin të lirë, njerëzit që vinin nga sipër, anonakët kur qeverisin botën, tjerët, njerëzimi tjetër ishte në shërbim të tyre. Kush ishin të lirë, yllorët, pra vjen po prap fjala të lirët, ilirët, yllorët dhe ilirët, edhe ne kemi mundësi të bëhemi yllor prap, në qoftë se ne gjejmë më të mirën e momën e vetes sonë, edhe shpalosim ata para botës, edhe jo më çikrimet, më burrat cëkliqet, më lëngërëngliqet, nuk e ngrejnë në kështu adem jesharin, këto maskareqet që grisin flamuje, ky gazetari, ky poshtërsi, ky spordhjak sadiku që i nxjerr, këto do dhe ja kishte 100 orën Adem Jeshari, do dhe kishte varë, se dhe Adem Jeshari ka luftu aty në fama gjithë familjen e vetë, ballë për ballë me tanke mërë qift, deri nanën ty, edhe jo ka shku në Shqipëri atje, larg serbëve, e ka marrë një flamur, e ka fillu të kërcejet, për të bëjë shurën, flamurit që bëjnë këta legena patriot. Sami Gjoka ju përshnet. Të shi që du me maru, nuk po gjeta si marohet, më duke se ma